Mi goca. Apo që janë veshur. Ka hum Samia, Alanina. Ku ti kishte rënë Samia? Ku ti ka rënë Samia? Ka mund të në këtyre vajzave tona, i ka rënë Samia. E ba, që ka veshur e pesi. I ka rënë Samia të burimi. Ashtu, i ka veshur Joina. Si ka kombinuar populloren me moderne. Tyllera. Ua, moj mamaka. Ua, tyllera. Opo që kini qenë, mire? Që i kaloni, mirë shnedi? Kafeinën të kërcy. Hopa! Atje. Do pyesin, një sekund, do pyesin dikush. Era nga fiku se don të refikun. E zoni haku refikut. Do pyesin dikush, a vazhdon nuk e du refikun. Ajo vajza tjetër, gjatë kërcimit, i lëvizi floku dhe vajti të rrugulloj. Iran flokët, Iran gjitha me kësha, nuk e morë. Oke, atëhere, mi mbrëma përshëndetim që vini sotë në stop të në plan. Haj, mi mbrëma qytarë, bekuar qofë që gjithë. Vajza, mi mbrëma vajza. Atëhere, shpet se nuk kemi ko. Në kërcimit popullore, ju vështu mushet më dhja. Qa po thoi, po letë falë që të shpet se s'kemi ko, duhet jemi on ritmo. Bukur, në ka ardhur një video shumë interesante nga një djali me emrin, do t'ja gjej emrin, ka ngritur një problem shumë interesant. Qëndra Adisa është qëndra e shërbimeve të përqendruara. Është një katastrofë. Është një godinë më në mes të Gjirokastrës. Pak metra më këtej është ky pavioni. Rajoni policisë. Rajoni policisë. Shive, le ta komentojmë pak së bashku. Me një se djali fletëqar të pasër. Le të shijojmë pak mobilimin e brendshëm të momentit për... Të Adisës, zyrave të Adisës. Sot do të shohim një masakër institucionale, morale, kulturore dhe qytetare. Kemi të bëjmë me godinën e Adisës. Këtu ku është investuar për fasadën, për aparatura, teknologji, me lekët publike të banorëve të qytetarëve. Shikoni se çfarë ka ndodhur këtu. Si në ato filmat horror me zombi dhe kanë shqyrë dunjan dyer dritare. Si ka mundësi që të ndodhin këto gjëra pothuajse ngjitur me komisariatin e policisë Gjirokastër. Nuk është dëgjuar zhurmë, nuk ka ndodhur asgjë këtu, si ka ndodhur këtu. Ka argjindi këtu brenda, shikoni printera termik, aparatura, dokumentat të cilat mund të kenë dhe informacion sensitiv apo personal. Tu janë të gjitha lekët publike tuajat. Dokumentacioni, aparatura, kasa kompjuterash, tavolina, dollape, mouse, tastiera, kompjuter. Kjo është arkivi, thot këtu. Kush e di se çfarë mund të përbaj arkivi brenda? Çfarë informacione sekrete për ju që mund të përdoren kundra jush, mund të falsifikohen, mund të bëhen, nuk i dihet domethënë. E qëjmë si hipotezë. Këtu gjithashtu janë thyrë dritare, dyer. Shikoni se që është bërë. Kanë shqyër dunjan, do me thënë nuk kanë fjalë për të përshkruar këtë lloj situacioni. Mungojnë mediat, mungon policia, nuk e dini qoftë se ka filluar hetim apo jo. Gjirokastra përfundimisht ka rënë. Bashkia e Gjirokastrës ka rënë, policia e shtetit ka rënë. Prokuroria po e pos dhe nuk e dini qoftë se ka filluar hetim. Në mes të qytetit, në mes të bulevardit të 18 shtatorit në Gjirokastër, në sytë të gjithë. Emin Kokalari është djali që dua një dorëgjitje për problemin që ka ngritur për shqetësimin. Emino, bravo Emin. Janë këto kokalarët që ankohen për kokpalarët. Ata e kanë bërë. Ose trushplarët gjendë janë. Qa kokpalar, trushplar. Kjo po kujton në këtë historinë e kësaj mo, të Shqupit. Që ishte kjo? Po, restaurimi që i bon Shqupit. Qa ishte kjo? Që erdi Berisha me punëtorët e vetë dhe Luli nuk e latë futeshin brënda. Ishin arë punëtorët e gipsit, me shkallë. Ishte kjo për restaurimin e Shqupit, Restaurimin që se pranoj Luli. Ma lërë një identitet, tha Luli. Jo, Luli tha mos ma Luni. Të thoshin jashare, do të rrugullojmë. Me furqa, me... Shkallë, me hyp ka dytë, me lyga ka dytë poshtë. Nuk i di. Presim një përgjigje. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Allah e gjeni një kota. Bravo.
unë dua ta komplimentoj Gjigante jashtë kampione. mase, Joni Peqin për veshjet, Super. pjesën poshtë, Joni. dhe Edlirën veshje popullore pjesën lartë. Thank you, Dhe Ina. kombinimi me këtyre dyave, Ina. Thank you. Hajde mi Ina, je nona. Thank you, Edhe Ina. Blerinën, se you, mos harroni Blerina. Blerinën, bukur. Thank you, Blerina. Atëherë, Gentian, para ca kohësh transmetuam një farmaci bujësore në një fshat të Beratit, që shëronte kancerin e lëkurës. Pa, tha mos boni kështu, se vetëm kancer lëkurës. Urdhë. Farmasi bujësore? Jo, pa që thashun ajo, që ishe më si quen do. Farmasi kështu... Medicinale, popullore, bujësore. Popullore. Po përpiqja të bëja lidhjen, po s'pa. Po fal, atë natë më erdhi një mesazh, edhe cilin dua ta ndaj me ju për djeni dhe këtyre të farmacisë, Nga shikuesit të farmacisë mjekësore këtu. Marrë shkas tot nga emisioni sotën, mbi rastin që trajtuat. Në fakt, unë jam nga Blica e Beratit për zonjën, as ja kam idenë se kush është. Ajo pra që transmetuam ne atëherë. Për ajo që trajtuat më dhëmbi në shpirt. Pikërisht sot nëna ime ende pa bërë 62 vjeçe u nda nga jeta. Nga kanceri i gjirit ose më saktë, nga mos trajtimi i kësaj sëmundje. Dhe ky është pengu im më i madh. Kjo ndodhi pikërisht sepse ajo i besoi një pseudo mjeku, që në fakt është xhaxhai i saj, dhe ne themi që xhaxhai është dhe baba. Edhe pse e kapa në fazën e dytë, ajo nuk pranoi të bënte asnjë lloj ndërhyrje, pasi sipas tij, mjekut, ajo do vdiste nëse operohej nga kanceri dhe nuk duhet të operohej. Madje e brumosi aq keq sa ajo thoshte, ç'bëra unë, që bëra biopsi se e përhapa dhe më keq. Ka jetuar 3 vite me plagë në gjoks, e cila i rrithte. E mjekonte 3 muajt e fundit e mbartin për krau dhe e çonin për nevojat e saj. Në 2 shtator, deri në 13 mars, ajo nuk lëvizi nga shtrati, madje iku dhe shikimi. Normal, do kalonte çdo fazë të asaj sëmundje. Ai palomjek operon, vepron pra, jo operon në mënyrën kirurgjikale, po punon në Tiranë, po jo me emrin e vet, po me emrin e mbesës së tij, vajzës së djalit. Quhet farmaci bimore Elif. Faleminderit që i demaskoni këto njerëz, se veç njerëz mund të jenë. Ky është pra një SMS që më erdhi në telefonin tim personal, pasi transmetuam. Nga ka ardhur pasi është transmetuar. Ky rasti i farmacisë popullore për kancerin e lëkurës. Sigurisht pasi mora një informacion të tillë, u bëm jashtëzakonisht kurioztar. Farmaci mjekësore Elif, që shëron kancerin e gjirit. Jemi në muaj... Dhe jo vetëm. Disa tumore. Disa tumore, atë të stomaku, të gjirit e tjerë. Ua, ç'është më kjo punë kështu? Vajtëm dhe bëm takimin e parë. Ose më saktë, bëjmë një prezantim të parë. Ndiqeni. Hera herës në emisionin Investigativ Stop ne flasim për produkte bimore të cilat jepen ose këshillohen nga personat të cilët i përkasin mjekësisë popullore ose jo, por që arrin deri në atë pikë saqë të shmangin trajtimin standard mjekësor për këta pacient. Do të flasim sot për një tjetër dyqan bimor, i cili ndodhet në zonën e Alidemit. Ulumtimi sotën bazohet në një denoncim të mbërritur në adresë të emisionit Stop, ku një qytetar ka kërkuar prej nesh të faktojmë atë se çfarë me përsipër subjekti Elif në drejtim të atyre pacientëve që kanë konfirmuar tashmë tumore të ndryshme në organizmin e tyre. Në denoncim, një qytetar shpreh se Zoti Hekuran Çela, që njihet si një mjek popullor, u kërkon pacientëve të shmangin këshillat dhe trajtimet shkencore të mjekëve specialist, por të ndjekin dietat e tij, pasi vetëm kështu ata do të kurohen dhe nuk do të kenë më tumor. Për të provuar nëse vërtet prej këtij subjekti ndodhur në zonën e Alidemit thuhet tekstualisht që po ne shërojmë kancerin të gjirit dhe jo vetëm, emisioni Stop së pari u interesua për kancerin e gjirit. Le ta ndjekim kamerën e fshet. Unë erdha të pyes të interesohen një për ilaçe bimore për kancerin e gjirit. Keni ju? Ajo sëmundje shërohet vetëm me diell. Personin duhet ta kem këto dhe nuk do të ketë më vdekje nga ajo sëmundje. Absolutisht, bile mund të jetojë më gjatë sepse do të trajtohet më mirë nga gjithë të tjerë. Ata që marrin vesh se janë me kancer, duke ditur se në gjithë botën kanceri nuk e shërojnë, nuk duan ta shërojnë. I hyn frika e vdekjes. Prandaj duhet ta kurojë edhe për anë. Unë kancerin e kam kuruar. E kam kuruar tek ata njerëz, kupton që nuk i ka zënë anfi, nuk i ka zënë frika. Dhe nuk janë hedhur sa ande këtej. Dhe jam duke kuruar.
Ajo, po të bëj këto që themun, mas 6 muaj kur të shkojt nuk do ta ketë me atë diagnozë. Unë këthema nga shteti u bërë më mirë. Kanceri nuk e shëron njeri në botë, këdhën sepse nuk kanë interes. Bota për ka shkuar 10 miliard njerëz, deri në 6 miliard, parashikojnë këta të mençurit tanë që i marrë rruzull i toksorë. Do të thënë, ajo ka shpresë këtë moment. Ajo nuk, vetëm nga kjo sëmundje nuk do të vdesi. Nuk mund të vdesi. Më kupton, e sigurt. Pra, në 6 muaj, thot, qiko, tha, në fillim unë të shëroj, tha, frikën e vdekjes ty, tha. Kupton apo jo? Se kur merr veç e ke një tumor ose në gji, fillon robi friksohet. Për 6 muaj ti nuk do shkosh gjëkundi edhe të shëroj u. Po pse mërmeni përsi për këto gjëra mërsi? Oke, pra kjo ishte për kancerin e gjirit. Absolutisht, bota është 7 miliard. Këta tha duan që ta vdesin në këtë botë. Ka mjek profesionistë që prap çdo rast lexojnë, olumtojnë, shikojnë, provojnë për biopsi. Vazhdoti me mjekët, me këta, vazhdoj me këto mjekët. Vazhdoti me këto, me këto doktora, dhe lartë e poshtë, kupton. Ka barna sot që thot ai zotëria do shëroj thot, për 6 muaj do jesh ndryshe. Nëse i referojmë mesazhit që lexuam, më vjen keq i shpreh ngushëllime familjes, zonja qoftë i xhenetit, pas 6 muajsh shërohet, më thënë, nuk ka më kancer, sepse ka ndruar jetë. Në pritet, sëmundja se të ndrove jetë. Farmacia mjekësore, bimve mjekësore, medicinale, e lif, shëron dhe kancerin e stomakut. Mos më qip një gjëfare. Qa ka? Jo pa laboratore, jo po klinika, jo po ilaçe, jo po... E që aty ti, se dini. Nuk e dini këtë gjë. Dijeni. Jo vetëm që ky subjekt merr përsi për shërimin e kancerit të gjirit, por madje shkon dhe përtej edhe shërimin ose kurimin e kancerit të stomakut, këtë herë kamrefshet, është realizuar me djalin e zotit Hekurand Çela. Kancer në stomak. Unë nuk dua më tani të vazhdoj të marr njëjtat mjekime që ka marr nga ardh majt hundës. Ne jetojmë në Shqipëri, dhe ti e dim shumë mirë që ne jetojmë në Shqipëri. E para punës përfitojnë nga ana ekonomike. Njeriu duhet të jetë i qetë. Ti po thua që shërohet? Patjetër që shërohet. Çdo gjë shërohet. Nuk ja di as emrin, si e kishi? Mirë. Që edhe për kancerin e gjirit, do të thënë, ke shëruar njerëz. Ne kishim docën e gjarës tim, ajo doli me kancer në gjit. E tha babi im, tha mos më ndëro, as biopsi më të bëj. Hajde këtu gëoni, tha. Të maj unë, tha, ti paguaj unë gjitha, tha. E majti një farë kohë. Pastaj filloi duke prish, filloi duke hongër djathtë, filloi duke hongër ushqime të pata. A kupton? Dhe degradoi pastaj derisa ndroi jetë. Vitaminën D që thash, do mos sjellësh. Po, do të sjell ato. Do të jap ato 2 çajrat që quhet rëndafil shkëmbi, merr ledoje, edhe vajin e farës. Mos i hyj prap nga e para sepse i bie që ti të bësh biopsi. Por ama me vajrat, me këto suplementet. Ti inshallah me shpresën e mundit do të bëhesh shumë mirë. Do shërohem. 50% e ke vetë në dorë, 50% do të ndihmoj unë me shpresën e mundit. E kuptoj, pretendon të shërosh disa tumore. Po të hedhësh poshtë punën e mjekëve tjerë, mos o merr me ata. Mos o merr me ato. Po shko ke mjeku. Pra, ky mesazh. Ata e kanë, po s'duan ta shërojnë kancerin. Mesazhi që unë ju lexova në fillim të emisionit, flitet e dëgjua djalin e atit më të vjetrit, burrit tjetër, zotit Çela, që e përmendë si rast, sa kemi pas njeriu ton, tha po ajo, tha ëngri djath, ëngri gjalp, ëngri të skuqura e të pjekura. Lëvizin nga dieta. Lëvizin nga dieta dhe vdiq. E përmendi si rast. Qartë dhe pastër. Më pas Andrelini, në fakt i ka vajtur, ditë zotërisë atje e ka pyetur për këto, që thot njerëzve mos shkoni ke mjekët, se e shëroj unë kancerin e gjirit. Mos bëni biopsi. Se ata... Ta fush këtë gjë më nderuar, o nderuar. Janë mjek profesionist që e bëjnë këtë gjë më. Dhe na ka sjellë një letër, në fakt nuk do merrem me çka shkruajtur, se më ka treguar këtu se çfarë bën vaji i rozmarinës e vaji i rigonit për rritjen e përmirësimin e sistemit imunitar. Por që ai nuk e bën këtë me pacientët e tij. Pacienti thoshin po me ata çkretët janë qorolepsër. Në letrën e tij ai shkruan, ja ke keni, është me firmën e tij në fund fare, se thot dikush e ke sajuar ti, Hekurand Çela, emër mbi emër firmë, ja ke keni.
Për gjithë ata që shkojnë ke kjo farmacia Elif, ose ke gjithë ata që besojnë që ky shëron kancerin e gjirit, apo të stomakut, apo kujtun, të tjerë lartë e poshtë në këtë vend, thotë, pra, përgjigja ime ka qenë dhe është se unë nuk i kam premtuar askujt shërimin e kancerit, por unë kam thënë dhe them se kanceri është i shërueshëm, pra, nëpërmjet doktorëve, tek ata njerëz që duan të shkojnë dhe si mendim të mjekësisë moderne, e shkruan ja tek e kam bërë me të verdha, pra e thot zotëria vetë. Juve ju thot që mos shkoni ke doktori ne, për të justifikuar ato që bën atje, në shkruajti të. Dhe ky është shëndrimi i tij, atjetër. Unë kam seruar njerëzit se megjithëse mjekësia alternative, pra kjo që ofron ky, ka shumë përfitime, ajo nuk mund të zvendësojë mjekësinë konvencionale, pra mjekun në rastet e sëmundjeve serioze, siç janë kanceret. Mund pish vaj në farës zezë, mund pish vaj rigoni, çaj kamomili. Janë suplement bimor. Bravo. Por jo, mos shkoti ke doktori. Që thonë mjekët, Aq më tepër ti thush mos bëni biopsi. Po se përcakton dot e përcakton një mjek profesionist, më ka Shqipëria mjek të mrekullueshëm. Patjetër. Të cilët kanë dedikuar jetën. Po si thua mos shko ke doktori ndërkohë që i mund të jenë fazat e para ndalohet, më pas shtrihen metastazat, siç thonë dhe ekspertët tani, dhe shumë vonë. Është mërësisht vonë, ke marrë në qafë një njeri. Dhe jo vetëm një. Digjeni pak. Për emisionin Stop, mjeket Brunilda Shiroka dhe Valdete Malaj theksojnë faktin se duhet t'i besohet vetëm mjekësisë standarde, asaj shkencore. Nuk mundet të zëvendësojë një terapi mjekësore, protokolle mjekësore të vlerësuar nga ekspert, specialist që ja kanë përkushtuar profesionin dhe jetën e tyre, vlerësimit të kurave, protokolleve standarde për mjekimin e sëmundjeve vdekje prurse. Dhe të zëvendësosh këtë terapi me suplemente të natyrës bimore apo diçka tjetër, është si t'i japësh shans sëmundjes të progresojë në mënyrë agresive, të shfaqë komplikimet e veta dhe sigurisht që përfundimi është me humbjen e jetës. Kurse si nuk mund t'i zëvendësojnë ato. Në mënyrë kategorike jo. Duke shkuar dhe duke mërë me mjekime të ndryshme, jo profesionale, jo shkencore, gjatë gjithë kohës humbasin sëmundje tumorale edhe një ditë është shumë, sepse sot ka ndryshuar shumë mentaliteti dhe koncepti i sëmundjeve tumorale. Nëse dje pacientët ishin të dëshpëruar pas një lloj shpresë për zgjidhjen e këtyre sëmundjeve, sot disa nga sëmundjet tumorale shërohen plotësisht dhe kjo është një arritje e shkencës dhe kjo arrihet në sajt të shërbimeve mjekësore, të konsultës që pacientët duhet të bëjnë me mjekët të përkatës, të trajtimeve, qoftë kirurgjikale, qoftë kimioterapi, radioterapi, pra të gjitha këto bëjnë të mundur që një pacient të heci sa më mirë në rrugën e tij drejt shërimit apo drejt kozjatës së jetesës së tyre. Këto ishin ekspertët, dy mjekët të nderuara, Andrelin Prifti vajti ke zoti Çela, që edhe djali atje, shëron kancerin e gjirit, unë kam të... Kush ka hapto lafe? Lafe lartë e poshtë. Po ti e shëron kancerin, jo, më ne kemi thënë që t'japim një formull për të rritur pak imunitetin, për një dieta, për një gjë, po kupton kaq. Mund të shkoni në çdo do farmaci mjekësore, me bimë medicinale, për të marrë një qetësues, që s'është kamomili, çajra bimor, fajra, për të rritjen e imunitetit, absolutisht që po, patjetër që po. Po mos shkoni kur në një nga këto farmaci për kancer lëkure, për kancerin e gjirit, për kancer stomaku, apo këtë unë çfarë ka gjëra tjera. Thritin i menës, pash hatrin e Zotit. Dhe ju që ofroni këto lloj shërbimesh, ishni dorë nga këto lloj gjëra se morët njerëzit në qafë. Njeriu tënd, Zoti Çela e ke vdek, sepse nuk e le të shkonte nëpër spitale dhe kjo është penale, ndigjeni. E nuk në mbetet gjë tjetër, vetë se ti drejtojmë tani pikërisht personave që marrin përsipër të trajtojnë kancerin qoftë të gjirit, por edhe të stomakut. Shkojmë te farmacia Elif në Aliden. Nësimi ka qenë që doktori, që ju, ka marrë përsipër shërimin e kancerit të gjirit e një X zonjë dhe zonja ka ndruar jetë, sepse duke ju besuar juve, Kjo është një kleçka e kurdisur. Ju merrni përsipër trajtimin pra farmacia. Absolutisht jo. Absolutisht nuk e ka marrë kur përsipër shërimin e asnjë lloji sëmundje. Unë kancerin e kam kuruar.
Absolutisht nuk marrë përsipër shërimin e asnjë lloji sëmundje, sepse nuk e kam unë në dorë. Mos e që e shëroj. Edhe bota mos e shëron, po s'don të shërojnë. Dhe bota e shëron, por nuk do ta shëroj kancerin, të kam thënë ty. Interesant. Ty, kush të dërgoi ty për këtë punë? Lere emisionin Stop, kush të dërgoi? Emisioni Stop. Mund të më thoni çfarë ju ka thënë? Ju ka marrë përsipër tretimin e kancerit të stomakut apo jo? Po, më ka kërkuar që të bëj analizën e vitaminës D dhe pastaj do vi tek ai aty dhe do më japi vajrat edhe ilaçet që më tha doktori mendoj unë. Po. Nuk e di. Dhe që po, është e shërueshme. Është i shërueshëm. Si është i shërueshëm? Shëruar, jo, janë shëruar, një minutë. Kanceri i stomakut është i shërueshëm. Kancer në stomak. Unë nuk dua më tani të vazhdoj të marr njëjtat mjekime që ka marr nga art majt humbës. Ti po thua që shërohet? Neve këtu prodhojmë ato vajra që bëjmë, kupton, i prodhojmë dhe ato kanë rezultate nëpërmjet ushqyerjes. Ne nuk kemi kundër absolutisht, jemi shumë pro fakti që ju tregoni. Unë prodhoj këtu, vërtet janë ndihmuese, por në asnjë lloj mënyre që të jenë shëruese për sëmundjen e tumorit. Absolutisht jo. Nuk e kam marrë kërkujt përsipër që shëroj. Sepse nuk e ka bërë provën njëri që unë i kam dhënë dhe e kam shfrytzuar. Zoti Çela në fakt ishte një e respektoj për moshën që ka, po jo për punën që bën, i qdorë nga këto shërimet e kancerit ti. Zoti Çela bëri një pyetje që kush të ka sjell ty. Besoj e dëgjove mesazhin kur lexova, që është një njeriu joti i afërt, e vdiqe, e morën qafë se nuk e le të trajtohet kuroshe për kancerin e gjirit. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo. Hajde go hajde, afroni se. Mos keni frikë, afroni. Hajde, ai se nuk ju rrafim ja. Se jemi më të nerva sa dukemi, po hajde. Hajde shpejt se s'kemi kohë. Keq ju thrasësh, keq mos ju thrasësh. A erdhët. Merë të shikë këto lecka, këto peshira, këto fshesa, fillon e zhuzi ju ka ije. Lendo, sa bukur i ke flokët sot? Ndryshe ka që keni bërë më përpara. Sot i ke flokët shumë bukur. Ke parasysh personazhin? Nuk e di kush ti ka prek, Ledo. Kush ti ka rregulluar. Ja, përprit, ja tregoj njerëz, ha? Ja tregoj? Si thuat, ju ja tregojmë? Ha? A me sakret, po, ha? Çfarë është bërë? Atëherë, ta themi me fjalë që se nuk e gjejmë dot. Desi gjeti një nga këto filmat, kartona, Shrekun, ke parasysh Princi, që ka dy flokët e ndame kështu ato të verdha? Prince Charming. Charming, po. E tha, shoqja ime Ledi, tha ngjan si ky. Tha, kaq mbaroj, ha? E bëri kjo. E bëri ajo. Deri të rrien me njëra tjetrën. Atëherë vajza shive, uluni pak se muhabetin që do flasim është i gjatë dhe i gjerë. Shtrohet në QSUT, Qendër Spitalore Universitare Nën Tereza, për një ndërhyrje në prostat, një papillom. Po, kështu quhet, papillom vajza. Në fshikzën e urinës. Po. U operua, ushtrua në datë 30, në 31 operua, në datë 1, vajti gruaja nuk e gjetim. Pra, erdhi, operua, u zhduk. U zhduk. Mister. Në fakt, sot në botë ka këto rrëmbimet e alienve që i marrin shqiptarët. Nga taraca. Den taraca i edhe e thith disku fluturus. Dëgjon një muzikë. Si thje dhe ikën. Oke, a do mlesh se nuk... Të lë unë mërë sa duasht një. Në QSUT, në taracën e QSUT, ka ndodhur disa rrëmbime alienësh. Janë rrëmbyer lopët në bord duke vullotër. Ka 25 ditë që nuk gjendet. 25 ditë! Që nuk gjendet. Nuk gjendet. E ku gjendet, i kërkojnë falje zonjës se mund të bërë që humor të zi, po. Po, jo, zonja do e mirë kuptoj. Pra, a ka një përgjithësi në këtë vëndër Lumiku për më tepër një spital, pacienti, krye infermierja, ato Ilirian Guard atje. Po flasim për QSUT-n, ha? QSUT-n. Bravo. Se mirë ky doli dhe humbi. Po, kështu si hykin e dilën njerëzit atje, mund shkë dikush, larg qoftë, po unë dua ta bëj diabolike këtë punë. Në pediatri. Merë një fëmi, keqin teta nani, bën si tëndin. Edhe ikën ajo. E merë një fëmi. Në QSUT është vështirë të hysh, për dalet e... Për dalet e derë e dosa.
25 ditë vajza nuk dihet se ku është. Edhe Altini, djali në montazhin me të drejtë tha që është vetëm 100 metra larg shikut. Po çfarë do thotë kjo? Jo, kamera, kështu gjëra që do. Ë? Ore kjo Tirana jonë, më ka, Kamera për makinën sa ore ke lënë parkim ka aty? Për gjetë robi s'ka. Quna, ke ka lutë të toshi, se ja thot kamera. Po ky më ka iku. Se dim për momentin. Hapi i parë. Më 3 tetor të 2025-ës, qytetari Haki Sala i drejtohet QSUT-s bashkë me bashkëshorten e tij, pasi një ditë më vonë, më datën 31, ai do të kryente një ndërhyrje tek pavioni i urologjisë. Ndërhyrja u realizua me sukses. Mirpo, në datën 1 nëntor të 2025-ës, rreth orës 13, Haki Sala zhduket. Dhe këtu jam me qytetaren Vera Salaj. Përshëndetje Stopit. Me datën 30 tetor shtrova burrin spital. Ishte me mshikzën e urinës me diagnozën papilom. Dhe ishte për të operuar me datën 31. E shtrova atë natë për bukuri. Të nesmen erdha në mëngjes, u operua me Operacioni shkoi me shumë mirë. U fut në orën 3 dhe doli në orën 6. Ne veshëm të gjitha me atë që bëhe shplarja. Aty hëngri dhe bukë se erdi dreka. Dhe i tha shtriu sa të pyes doktorin. Mirë më tha dhe e lash të shtrirë në krevat. Unë zbrita poshtu në urgjencë për të marrë prap doktorin që e kishte operuar. Kur hypi lartë më thanë që ka hikur. Vuante nga ndonjë sëmundje? Vetëm nga mushkërit, që merrte pompat, dhe që kishte bërë operacionin në zëmër me 3 bypass. Dhe ishte shtruar për këtë ndërhyrje. Nuk është se vuante nga ndonjë sëmundje mendore apo demencë. Jo. Ku ka ikur? Shumë më thanë ato të dhomës, se qarë kontrolloj aty të çanta, edhe doli. Dhe unë dalë që këtu, ma rrugën kështu dhe e kam bërë gjithë të rrugën në kënd, pajta në shtëpi, hypa lartë në 4-4, hapa derën, nuk pash gjë. Erdha këtu duke kontrolluar me gjithë ato pastruste, dola, bëra, absolutisht asgjë. Po lajmërojmë policin, se thanë do vi patrulla. Pritun patrullën këtu, as patrullë nuk erdhi gjë, 5 orë këtu kam. 5 orë, nuk i drejtove komisariatit policisë? Shkova, hapni kamerat në vllai, thash. O, tha, sikur ta humba unë burrin, tha, kamerat kanë procedurë, më thanë mua. Dhe më kanë dhënë vetëm këtë. Një foto që është shkëputur nga kamerat e spitalit. Do më thënë nga shkallët. Po se ka dalë nga dera, se që drejtimi ka marë, a këtej, andej, unë nuk di. Dhe deri më sot, unë nuk di asë një loj gjëje. 20 ditë që unë nuk marë asë një loj përgjigje. Se këto nuk m'japin që ka dalë, për shumë doli këtu dhe unë ka marë, këto nuk japin asë një loj drejtimi. Spitali thot nuk e di, policia nuk e di. S'kemi asë një gjurë, më thonë. Ta afërmit nuk e din. Po ku iku ky person, ku zhduk? Sigur e përpiu dheu këtë njeri, ku e di unë qatën. Edhe unë prandaj ju drejtova Stopin, se s'po m'japin asë një loj zgjidhje. Shkoj në shtëpi, nuk më rrihet. Nuk e di që atë bëj. Pra vajza që të sqarojmë, se kur marron operacion ke katoterin, ke tupin e ashtu, ka dalë me gjitha këto, me gjithë hekurin. Mazalla se ti thoshë, ore, ku e qonë atërë, o hekur. Së është një inventar. Doli nga dera, doli dhe su gjendë më. Lusim Zotin tjetë shëndoshe mirë. Po është me penjë, është me kartoter, është me këto që i varen, që kryen nevojat personale. Ku ka ngrënë, ku ka pirë. Ne e postuam në faqen tonë të emisionit Stop. Në ndimoni njerëz, mos e ka parë njeri. Që ka parë dikush të lemrojmë. Ato bizneset rretherot do të hapin në kamera të shohin ku ka dalë, ku ka ikë. Por drejtimin nga ka vajtur. Se nuk i ka që se u tëja kamerat për momentin. Hapin ju bizneset rretherot. Jo, zonja me të drejtë tha që nëse goditët në një mjek, dhe mirë bëjnë, hapin kamerë. Po janë kamera tjera ato. Janë kamera tjera. Por e kjo security-a, për shumë Ilirian Guard që është atje. Po, aty janë. Po, provo të futesh jemren? Nuk futesh. Për dalë, s'ke penges. Për dalë, jo. Po, hyre do thot që ke pagu tarifën. Po, se shara do thot du pagu tarifën e hyres, pasaj për dalë del kollaj, nuk është problem. Shara që do mosh vullë edhe për ty edhe për dalë. Digje.
Odeta, po të rrifet në i doktor, i apin për i erë kamerat që të gjetë se kush e ka shu. Kurse kur hum një qytetar që është i shtruar atje, nuk e qajnë kokën. Ka ik nga spitali shtetëror, nuk ka i ka bosh pensioniste dhe nuk e qajnë kokën, se këshu i bie. Gjithë gjërat i blej me leke kur vje fundi ikë robi, që së utëja spitalit ma gjej. Se andej ka ik, unë mund shkoj edhe në banjo, nuk do ri 24 orë, 20 dit pa paburri, nuk ka siguri jetër. Por në fakt, si duhet jetë rregulloria në QSOT përsa i përket një pacienti i cili shtrohet tek njëri nga pavionet, bën edhe ndërhyrje dhe hyn dhe del lirisht, sigur është në një qendër tregtare. Siguria, a duhet ti kërkoj një flet daljeje nga spitali, që më pas ky pacient ta kaloj atë kufirin nga ambienti i brendshëm në të jashtëm, apo pacienti bën ndërhyrje, del për kafe, bën shopping dhe vjen prapë në spital. Një pacient i shtruar mund të hyjë dhe të dali sikur është në qendër tregtare? Një pacient i shtruar që është operuar? Jo. Se na ka humb një pacient këtu. Emisioni investigativ SOP i nisi një shkresë zyrtare drejtorisë së përgjithshme të QSOT-s dhe kjo e fundi na kthen këtë përgjigje, ku na thuhet se në vijim të kërkesës suaj për informacion ju bëj me dije se pacienti Haki Abbas Sala është shtruar urgjent në shërbimin urologjisë më datë 30/10/2025. Pas hospitalizimit, pacientit i është dhënë gjithë shërbimi nevojshëm mjekësor. Rreth orës 13:00, pacienti nuk u gjend në dhomë. Menjëherë, staf infermieror ka njoftuar kryeinfermierin e shërbimit dhe administratorin e pavionit dhe më pas është njoftuar sipas protokollit Policia e Shtetit, efektivët e të cilëve kanë marrë të dhënat e pacientit dhe kanë vijuar procedurat ligjore. Dhe çështja e tmerrshmja nuk bën askush asgjë. Fakt në komisariatin numër 4 i kanë në polici ka vajtur në fillim fare, siç dëgjuat zonjën pas shordën e të shkretit. Tha, mi zonjë tha sikur ta humëm ne. Mirë të kanë thonë, zonjë. Jo, mos ta vunë. Pse policia ta humi ty? Po kush ta tha mër zotri? Me pas frikë me e lon burrin vetëm, me neriush me shku 2 minuta në banjo. Qyqa burri. Kush ma mori më? Ka iku. Ai nuk vua me probleme shëndetit mendor, me demencë, apo ku di gjon të shi pa. Është me habi e madhe. Në çdo vend tjetër botës do mjaftote kjo për të bërë lajm, për të marrë seriozisht. Ka humb një njeri më, nuk gjet një njeri ka 25 ditë. Po jo, një gjë njeri që doli nga shtëpia, okay, po një gjë njeri që ka qenë shtruar në spital. Se me drejt thotë ajo të paktën më thonë çfarë drejtimi. Ore çfarë doni shkruanin kartelën mjekësore të zotrisë. U operua dhe në fund fare është kartela që doli nga spitali. Hyri me datë 30, dalja. Edhe do vazhdojnë një jetë i padalej me kartela atje. 4. Por çfarë veprimesh ka bërë komisariati numër 4? Flasim me shefin e këtij komisariati. Në rasti është shpallur në kërkim ky personi si personi i humbur dhe jemi duke kërkuar akoma. Po mirë, i keni sekuestruar këto kamerat e QSOT-s për të parë në cilin drejtim ka ikur? Mund të them tani për tani. Foton, do me thënë, ato mjetet identifikuese i keni shpërndarë në qytet? I kemi ato se ato janë gjërat e para, janë veprimet e para. Nuk ka as reagim nga ndonjë qytetar, mos është parë diku apo nuk ka, se ne kemi bërë shpallin gjithandej. Kemi kërkuar në çdo qark të Shqipërisë, nuk është gjetur. Unë kam folur edhe me atë zonjën, po thuaj se për bit, nuk është gjetur. Nuk ka ndonjë indicje? Tash ne jemi duke kërkuar pothuajse çdo ditë, jo pothuajse, po çdo ditë. Tash sa po ta gjejmë, nuk e gjejmë dot me zor, jemi duke kërkuar. Ja kam sqaruar dhe zonjës. Ne kemi verifikuar edhe një rast në Vlorë që kishim dërguam njerëz për ta verifikuar, nuk ishte ky personi dhe nuk s'po i gjejmë dot. Nuk e dim ku është. Vjen shumë keq sepse është rast i ndjeshëm, e kuptoj edhe zonjën, po tash nuk është se kemi diku edhe s'po e tregojmë. Jemi duke kërkuar vazhdimsi. Na vjen keq edhe ne për zonjën, po tash me zor se gjejmë dot. Më fal që t'ju sqaroj dhe juve se ndoshta si kemi se keni kuptuar. Kur thash 4 kisha fjalën për komisariatin, jo për materialin numër 4. Më thonë të drejtën në kod vajtëm se nuk është se kanë lidhje me këtë punë, po. Po, okay. Dhe ai me drejtë tha shiko, tha nuk është se e dim ku është dhe nuk po shkojmë. Kemi lajmëruar rrethet e gjërat, po. Po ta dim se ku është, nuk kemi nevojë të vim ke ju, kupton po. Shiko, kam një përshtypje që do e them ashtu shqip fare, që nuk i është vënë rëndësia e duhur. Po jo, më burr se kanë vrapën e fare për atë punë. Se po t'ishin me SPZ-t e zonës, me të plot fuqishme, me këta. Kur humbet thot dur ose 2 ditë kthehet.
Kaloj 20 ditë thot, ka shku vonë. Që jetojmë Tiranë, që do me thonë? Që e kishë të jetojmë Tiranë? Se je ri për vetëm kurës ti edhe, je dursake ti, që do me thonë për Tiranën? Që Tirana është poshtë. A e ke pas jo Tirana me? A e ke pa Tiranën? Kjo deri këtu më plena, nuk po shohim njëri tjetrin. A, po vend dhe pemën. Po ju që po vendi pemën, mos e boni kështu me topat kuq. Boni me kështu me bidona plastik, me qese, me qese mush me plenat, pani ato bukur e bukur. A shani plerat ju që jeni në uj. Qene kore uj bie, shi bie dhe bëhet dur si... Pra ndaj pra. Kush e shikon? Letë në njoftoj në shkoj në redaksi, apo një komisariat policie. Është një njëri pa mundur i operuar, që nuk ka ku të shkoj largë, ose e ka pa në njoni kur ka hyp në një furgon, po e themi, si kur mu të ketik diku. Këtë vend, nuk të dim fare, o, zot në rujmen të kokës, inshallah. Natën e mirë për shëndeti, shqipimi nësë mbrëma. Ajde le do, mere shamise, në qmene me shamin. Ajde, dëso. Bravo, vajza. Shpit, 3 Flonza. Onza. Denunconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.